O Allah ma mundëso, më bëj mua falëndërues ndaj të mirave që më ke dhënë. A çdo thot me qenë falëndërues ndaj të mirave që ka dhënë Zoti, ti ndjesh të mirat që ka dhënë Zoti se janë prej ti, ta deklarosh me gojë duke falëndëruar Zotin ose duke ja dedikuar Zotit kur bie fjala për një X apo Y të mirë të Zotit, dhe e treta do të thotë që ti këtë të mirë të Zotit mos ta përdorësh për t'i dhuruar Allahun. Ky është kuptimi i asaj që Zoti ka thënë në Kur'an, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Pak prej njerëzve janë falëndërues të Zotit. Pak prej njerëzve janë falëndërues të Zotit. Pak. Ta ndjesh se është prej Zotit. Ta thush, ta deklarosh dhe ta falënderosh me gojë, dhe kjo e treta është problemi më i madh i joni. Kjo e treta, cila është ajo? Mos ta përdorësh këtë mirë që të ka dhënë Zoti për ta hidhur Zotin. Mos fol pastaj për jetën tonë përditshme, se çfarë ndodh më të mirë që na ka dhënë Zoti, sa ne jemi korrekt që mos t'i përdorim vetëm se aty ku kënaqet Allahu xhallahu.